qytetarët, kush është më i mirë, mentori apo Arioni? Çka ka bërë mentori, çka ka bërë Arioni? Kush e bën më mirë bujqësinë, turizmin, kush e lufton krimin? Dhe nga ana tjetër është një iluzion me Zef Mazin, për mua është numër prestigjatori që do futemi në 2030 dhe mandati është deri në 2029. Okay. Tani, dëgjova me vëmendje edhe më thjesht riteksuat atë që unë shoh dhe di prej kohësh që juve jeni në një botë tjetër. Bota juaj është kjo bota e këtyre sallave të mbyllura, ku përgjithsisht konsumoni produktet tuaja, jo produktet e jetës reale. Çfarë do të thotë kjo? Merrni spunto nga jeta reale, patjetër. Dhe pastaj i fusni ato ingredientët tuaj edhe i konsumoni. Tani, ti marrë me radhë, se ideja që qytetarët nuk po dinë se si të dallojnë. Qytetarët dallimin e kanë bërë, e kanë mbyllur, e kanë shumë qartë qytetarët dallimin. Se qytetarët jetojnë në jetën reale dhe qytetarët përputhin çfarë thuhet me çfarë shohin dhe me çfarë kanë. Po t'jap një shembull shumë thjesht. Në të gjitha këto kënetat e vogla, thuhet që Rama premtoi ujë s'ka. Ndërkohë që shumica dërmuese e qytetarëve kanë ujë. Dhe kur ata dëgjojnë mua që them kemi bërë kaq këtu në këtë qark, kthejnë syt nga rubineti i tyre dhe rubineti ka ujë. Dhe këto dy gjëra përputhen. Po të dash një shembull shumë banal. Po ta tojmë bisedë për dalin diskuti. Unë kam me orar, ju keni premtuar 24 orë. Jo, nuk, po më dakord, ne mund ta vazhdojmë bisedën si të duash, po të them që unë kam premtuar 24 orë dhe në shumicën dërmuese të qyteteve uji është 24 orë sot që flasim. Dërmuese me ndonjë përjashtim. Dërmuese sot që flasim. Në Tiranë. Në shumicën dërmuese të qyteteve tash. Dhe këto janë qytetet e Shqipërisë. Po mirë rregull, prandaj fitojmë ne, pra se ju nuk dini dhe sa qytete ka Shqipëria. Qytetet kryesorë. Dhe nga që jeni shumë qytetar të koncentruar këtu në qendrën e Tiranës, nuk i konsideroni qytete ato, i konsideroni si qyteza. Ka të bëjë, s'ka të bëjë. Po nuk ka rëndësi, ta mbaroj unë. E tjetra, çështja e programit, nuk shohin qytetarët program. Unë kam folur pafund për programin. Pafund për programin. Thash për këtë Zef Mazin. E ke pasur negociator të Kjo është e dyta pra. Unë të ndoqa. Po pra, fakt është që s'ka përballje. Për këtë thash një fakt. Unë të ndoqa. Fakt është që Zef Mazi thotë. Po pse më ndërpret tani çaj keni? Unë të ndoqa dhe nuk do ndërpreva. Dhe nga që unë ju ndjek pa ju ndërprer, e mbaj mend dhe po referohem të parë, se ti kishe dy. E para ishte kjo që po komentoj, pastaj do vide të tjetra, të loja prestigjatorit. Pra, ideja që s'ka përballje, ideja që s'ka program, ideja që qytetarët s'po shohin gjë, ideja që s'ka politik, është komplet e pavërtet sipas meje. Është e kundërta. Ne kemi bilanc, dhe qytetarët jetojnë me këtë bilanc, pra nëse ne do t'regonim një bilanc që qytetarët nuk e prekin, ne nuk do ishim sot në të gjithë sondazhet e opinionit një forcë absolutisht dominante. Nuk do ishim, se njerëzit, se ishe dhe ti protagonist të ajo skena që më ka lënë mua pa fjalë me ditë të tëra kur komentonit sondazhin e atij sondazhistit të Donald Trumpit që thoshit ky popull është i smur. Jo, siç. Po patjetër. Unë nuk isha. Vim tek kjo tjetra. Tani, këtë nuk e them unë. Nuk e them unë këtë. Në 2027 do mbyllim negociatat. Nuk e them unë. Zef Mazi është, miku im, është njeriu që ka qenë kryenegociator në fazën e parë, po ka kohë që ka dalë në pension dhe nuk ka ndoshta updateuar informacionin. Këtë e kemi në tryezë
me plan, me kalendar, po si po, nuk e them unë. Po thoshe po Nuk zbot ka por fare, s'ka asnjë Ka por. por nëse plotson kriteret. Nuk ka asnjë, Po nëse plotson kriteret. se fillon të flasësh tamë, është interesant. Në tryezë me Bashkimin Evropian ne kemi kalendarin dhe plani i dakordsuar me ata është, ky është kalendari dhe ja kjo është rruga për të mbyllur negociatat brenda 2027. Nuk e kanë thënë kur këtë gjë, nuk e kanë thënë ndonjëherë më përpara. Nuk ka ndodhur kjo. Nuk është hapur dera më përpara. Përpara ka qenë Kemalin e zi që ka